Ndonë se presidenti Ibrahim Rugova është pasaporta shqiptare në botë, figura e tij nuk është respektuar në masën e duhur as nga partia, liderit e cilit ka qenë ai vetë. Përkundrazi, ai po përbuzet nga lidhja demokratike e Kosovës. LDK-ja është larg në përmbushjen e vizioneve të presidentit Rugova dhe ajo vetë është katandisur në një gjendje jo të mirë. Kështu ka deklaruar ish ministri i kulturës Astrid Haraçia në emisionin politik me Sejdi Demirin. Ai ka thënë se LDK-ja tashmë nuk ka lider, por vetëm menaxher. Shumë atë për shokëve të mi që i kojmë aty në kryesi, që mujnë me vendosë, ata që mujnë me shty proceset. Me shty këtë punë, se me apo aktine. Për shambull, komplet, lexoj emra 80%, 70% njëjtit. Njëjtit figura janë. Të dikur u konë përdojnë di vetë ato i mirë. Fatmirë Sediu, shef Fatmirë Sediu ta shërboj Isa i mirë, nesë pretendojnë në kush, ne unë i pëtën neshta qëtënë që e shkojnë në këtë vranë, që s'pështinë proceset, mund të marrë dhe i kryetar qëtër. Se për mu këta kretë, për Fatmirë Sediu të kënejnë, këta e për mu menaxherat partisë, se liderë konë një, Rugova dhe të s'ka tjetër. Ai ka kritikuar ashpër edhe kryeministrin e tanishëm që vjen nga kjo parti, duke thënë se është për keqardhje që një kryeministër duhet të kalojë me polici në qytet dhe të kujdeset që të mos goditet me vezë. Asi sa Mustafa nuk njihet mirë, me dal me 10 gjipat policisë. Është tjera i tjep, ti kryeministri një vendit që i shliru një i lirë, mësë mujtë me dalë në komë, jo për të gjunë me vo kjo, jo për të gjunë me vo aj. Nuk ka kjo situatë normale. Haraçia ka thënë se Mustafa nuk është kuleta kryesore e LDK-s dhe se shpreson që gjenerata e vjetër e kësaj partie të ruaj frymen rugoviane dhe të kthehet në një shpresë për vendin. Në të kundërtën ka shtuar ai, LDK-ja do të pësojë vetëm humbje.